Ndodhem tek monastiri i Hirshme i lindjes së Shërmeris në Ardenic. Një vend me plot histori, ndodhet në një kodër e cila shquhet dhe shifet nga gjithë muzejkeja. Dhe si rjedhoje, duke qenë një kohësisht që ishte në një vend kalimi të disa rrugëve tregtare, të cilat përbenin pjesë të rrugëve tregtare të Via Ignatiës që nga Lastesia, ishte një pikë e rëndësishme, si pikë vrojtimi, po një kohësisht duke qenë se ka patur formacione karstike dhe kemi kroj që është rëndësishme për historinë e hershme të vendit ku ndodhemi, ka patur edhe nimfe, pra një tempulli i Lastesis ku adhuroheshin disa perëndesa të vogla, nimfet. Pra monastiri do ndodhej, si që tham, në njësër rrugas tregtare, të cilët i jepnin një rëndësi shumë të madhe këtij vendi që nga Lastesia, edhe në kohën e ringritjes së monastirit në shekullin e 18, duke qenë se voskopoja në nga fundi i shekullit të 17 dhe kryesisht në fileset në 10 vjeçaret e para të shekullit të 18, ka patur marrëdhënie tregtare me Europën, fillimisht me Venedikun dhe pastaj me Europën Habsburge, në Europën qendrore, portet e Vlorës kryesisht, por edhe porte me të vogla, siç për shembull ishte Karavastaja apo Durrësi që ishte në kohën që ishte në kontroll të Perëndimit Osmane, ishin porte shumë të rëndësishme për kalimin e mallrave. Kështu që tregtarët në periudhën e re kishin një interes të madh që rrugët të ishin të hapura, të ishin pa frikra gjatë rrugës. Pse po e them këtë? Thostin këto, domethënë të vjetrit e fshatit Ardenicë dhe të fshatit Kolonjë që ku ndodhemi, që më përpara zona ka qenë pyjezuar në mënyrë të dendur. Dhe në këto bestutni popullore, pyjet e dendura shkaktonin frikra, duke qenë se tregtarët kishin interes që këto rrugat të ndihesin të sigurta në mënyrë që të kalonin me siguri me karavanet e tyre, një nga zgjidhjet që bënin ishte që të vazhdonin këto besime para krishtera, para abramiane, të japin një vazhdimësi, sepse me këtë mënyrë njerëzit kalimtarët që duke kaluar dhe duke lutur një qenie mbi natyrore ndihesin të sigurt. Kështu që prandaj këtu është një nga vendet në të cilat edhe për shkak të afërsisë me qytetin e Apollonis, në fshatin Pojan. Por edhe një kohësisht se ka patur këtu me të paktën një nimfe, kemi një lloj vazhdimësie të hyjnisë së vendit, si më thënë, që nga periudha para krishterë e gjerë në vitet tonë. Për historinë e hershme të monastirit nuk e dim plot gjëra me siguri. Janë bërë disa gërmime, disa sondazhe me sakt, kryesisht tek kisha e Sent Triadhës, e cila sot ruhet në një formë krejt tjetër nga ajo që duhet të ishte qenë. Në raportet arkeologjike të asaj kohe, ishin disa gërmime që ishin bërë edhe me udhëheqjen e Rëshat Kjegës, ishin gjetur estra të cilat u datuan në shekullin e 11 dhe 12. Mirë po, këto nuk janë botuar në mënyrë sistematike për t'i pranuar ashtu siç janë apo jo. Por ama e rëndësishme për të dim që ka patur një vazhdimësi këtu dhe monastiri i ringritur në vitin 1740 ka qenë e ringritur mbi diçka tjetër dhe kemi plot dëshmi. Ndodhemi tek një nga krojet e rrethit të Ardenicës që furnizon me ujë nimfeon, që duhet të ishte domethënë kështu diku në mes. Këtu tani shikojmë se vendi është i mbuluar nga kalamishtet. Uji është shumë i rëndësishme edhe
për mbarvajtjen e monastirit, por edhe njëkohësisht ishte një element i frikshëm, sepse sipas besimeve popullore, pranuit jetonin hije të tilla si zanet, si oret, edhe këte benin rrugë tregtare, të ishin relativisht e pasigurta për njerëzit të cilët nuk ishin racional si jemi sot. Para iluminizmit njerëzit shtiresin shumë i këtij besonin këto bestytnit. Deri vonë në shekullin 19 kemi shembuj të fshatrave të braktishura masivisht për shkak të frikrave kolektive. Kështu që këtu tani jemi në vendet të cilët me një farë mënyrë ka kontribuar në ngritjen e monastirit edhe për sigurinë e këtij vendi dhe të rrugëve tregtare pranë tij. Duke qenë se monastiri ndërtuar në një vend i cili ka patur edhe një kult edhe një besim para abrahamian dhe vendi ka patur edhe nimfe, njësër objektesh të cilat i përkisnin kësaj të kaluarës janë integruar në skeletin e monastirit. Këtu për shembull, do të thënë kështu në krahun e djathtimen, gjejmë dy copa të thyera nga stela vari, nga lastësia, ndërsa këtu kemi një kalores i cili është duke vrarë një ushtar, që premisat janë nga periudha helenistike. Ndërsa në pjesën e sipërme të dritares së apsides, kemi të integruar këtu, të murosur një kapitel. Një kapitel i cili është nga periudha e hershme krishterike. Elementet e tjera këto janë spolja, janë prapë objektet të një periudhë shumë të hershme të integruar në një periudhë më të vonë. Ndërsa këto janë të integruara edhe me skulptura, me reliefe të periudhës së shekullit të 18, siç janë për shembull këto, ose këto me pseudo harkje të rema me një majë të thepishur. Kemi një kohësisht edhe dy mbishkrime këtu. Njëra përshkruan ngritjen e monastirit, pra mbar datën 1743, me 10 maj dhe thot u riperterit ky me tempull hyjnor, që nga themelet gjatë kohës së kryepyetërisë se të shenjtë metod mitropolit të Beratit. Dhe përmend edhe një kohësisht edhe igumenet dhe murgjerit e kësaj kohë. Ndërsa ky mbishkrim këtu tregon për datën e ringritjes që nga themelet shkruan të godinave rreth e qark monastirit, mbar datën sipër 1778 me 1 maj, dhe thotë se u bën këto gjatë kohës e kryeprifterisë mitropolitit Joasaf nga bubullimat e Beratit, dhe tregon një kohësisht për kohën e kush ka qenë igumen, një manasis, dhe një kohësisht paraardhësit e atë Serafimit. Me ty gëzohen, Monastiri në shekullin e 20 ka patur një histori të trishtuar për shumë arsye. Në 20 vjeçaret të para digjet 2 herë dhe në djegjen e dytë, në zjarrin e dytë, do të thënë kështu digjet edhe një pjesë shumë e madhe e një biblioteke të pasur që ka patur monastiri, që ishte në hyrje të monastirit në krahun e majt. Fatmirësisht vetëm disa nga këto librat e bibliotekës, librat të shekullit të 17 dhe të 18 na janë ruajtur, ndodhen aktualisht pjesa më e madhe në bibliotekën e arkivit të shtetit.
Ndërsa para prishjes se kishave nga ana e komunizmit, këtu monastiri operoi si repartu ushtarak, bile ka patur edhe një histori të dhimbshme, sepse ushtarët në mënyrë që të mos vinë rreth e qark që të futen në monastir, hodhe një trung të madh peme këtu, kjo pjesë e kurbezimit është nga kjo kohë, por pema ishte e madhe dhe goditi edhe pjesën e monastirit dhe si rrjedhoje, pjesa më e madhe e kësaj pjese në murin verior të kishës është pa freska, se janë dëmtuar. Që është Ndodhemi tek kishës e Sentriadës, Sentrinis, e cila mendohet që është berthama e parë e krijimit të monastirit, duke qenë se në procesin e disa sondazheve janë kryer këtu poshtë janë gjetur restra, pra ka patur edhe oshuar, domethënë këtu poshtë. Kisha duhet të ishte e vogël gjithmonë, sot paraqitet e rekonstruktuar tërësisht, por duke i, do më thënë kështu edhe në sinjal në vjetër, se do të ishte një kish, një nefëshe, e vogël me përmasat e vogla, ka shumë pak elemente që tregojnë për një vjetërsi shumë me të hershme se sa kisha aty. Dhe kryesisht elementet e këtyre janë dyshemeja, pra dyshemejet që ndodhet me këtu poshtë. Pra, shikojmë këtu që ishin shkallat që zbriste poshtë, dyshemeja original ishte një metregjushme me thellë se sa është tani, e shikojmë se e shtruar me plaka keramike të rregullta, nga këtu ishin shkallet, pra kemi elemente se këtu ka qenë berthama me e vjetër. Sa e vjetër nuk janë bërë ende studime sistematike për ta përcaktuar. Këtu ndodhemi në hyrjen e monastirit dhe do të tregoj me këtë mbishkrim aty, alfa psi, omikron zeta 1777 me 1 maj. Gërma e dytë që tregon datën është ngatruar që nga Anthim Aleksiudi, i cili ka shkruar në librin e tij për Mitropolinë e Beratit, është ngatruar me ypsilonin, që do ta lexonte këtë mbishkrim në 1577. Kjo ka ndikuar edhe në krijimin e një legjende me së shumti se sa realitet i mirë dokumentuar historik në lidhje me historinë mesjetare të monastirit dhe në lidhjen e tij me Skënderbeun. Për këto e dim nga një serb udhëtarësh dhe studiuesis italian të fillim shekullit e 20, të cilët në disa artikuj që kanë shkruar në lidhje me bibliotekat në Shqipëri, kanë sugjeruar se këtu ka qenë një vend i lidhur me Skënderbeun. Me vonë, këtë legjende mbështeti edhe Irine Banushi, sepse mendonte se me këtë mënyrë, pra duke lidhur vendin me historinë kombëtare, do të kishte me të shanse për të ruajtur. Si do këtë jetë, nuk kemi fakte konkrete historike për ta lidhur këte, ose aq me tepër se këtu vuri kuror me Skënderbeu. Megjithatë e dim se vendi ka qenë i rëndësishme sepse e gjejmë edhe në arkivat e kryepiskopatës së Ohrit, pjesët e cilët ishte dhe në shperberjen e kësaj kryepiskopate në 1777, dhe me vonë në arkivat e Mitropolisë. Pra, ky mbishkrim, do të thënë që shkojmë këtu, ka patur një rëndësi të veçantë në lidhje me legjendat me historinë mesjetare të monastirit. Duke u larguar nga historia mesjetare e monastirit, shkojmë tek etapi tjetër që është krijimi i monastirit në gjendje që e shikojmë sot. Për krijimin e monastirit kemi një serë mbishkrimesh që datojnë
rindërtimin e këtij nga viti 1741 e gjerë me 77-78 sepse monastiri ngriti gradualisht. Kemi disa dëshmi aty. Kemi për shembull një dëshmi këtu, e cila ndodhet sot, është një firman i sultanit Mahmud II. Përmbledhur azit tregon që fshatarët e fshatrave të Ardenicës u parakitën para meje, para sultanit dhe u ankuan se në përpjekje për të rindërtuar kishën e vjetrit e cilën kanë patur të dëmtuar edhe kanë dashur që ta riparojnë, xhindarët e zonës i kanë dhunuar dhe kërkonin para. Dhe jepur dhresën sultani përmes këtij firmani naibit të Karbunarës edhe Sanxhak Beut të Vlorës ta verifikoje dhe nëse këto pretendime qëndrojnë, atëherë të jepet leje për riparimin e monastirit. Sigurisht, monastiri nga një bërtham e vogël si Çpam u ndërtuai diçka madhështore këtu dhe në këtë kanë trebuar edhe një ser faktorësh të tjerë. Jo vetëm tregtarët e Voskopojës, të cilët do të shkojnë brenda të sponsorizojnë ikonat e monastirit, por edhe vetë monastirin. Kemi për shembull në arkivat e snafit të robakefsheve të Voskopojës, duke se në fund të vitit kur nga kasa e përbashkët i tepron disa lekë, shpeshherë dhuronin kishave. Dhe kemi një dëshmi se kanë dhuruar 300 kurush e monastirit të Ardenicës. Por ajo që është interesante është se mënyra me të cilën ngriheshin fonde për rindëtimin e monastirit. Në kodikun e patrikut dositet e Jerosolemit, kemi një kjarkore të dërguar të vitit 1745 të dërguar nga igumen Andon i monastirit, i dërgohet të krishterëve kudo qofshin ata, dhe i kërkon që të japin kontribute për monastirin, duke treguar se një kohësisht mbartnin murgjerit që e shoqëron ikonën e Shën Marisë Ardenicës, banë edhe disa estra shenjtores, pra ishte një çështje tipike e zitis, pra një fushat për të ngritur fonde. Ajo që bën këtë letër interesante është miniatura e këtueshme nga 1745, e cila tregon gjendjen e kishës së monastirit në atë periudhë. Pra shikojmë se Kroj, që ishte në këtë kënd këtu jug lindor, nuk ishte me. E dim, do të thënë kështu një kohësisht, edhe për disa rindërtimi që u bën nga narteksit e kështu narteks. Pra, monastiri u rindërtua në 1741. Megjithatë kemi plot dëshmi se ka patur edhe më përpara. T'ju jap domethënë disa shembuj. Në vitin 1721 në Nektar Terpo nga Voskopoje që mendohet se është mendja e cila ka menduar programin ikonografik, programin zbukurimor në përgjithësi të kishës së monastirit të Ardenicës. Nektar Terpo boton në Venedik librin e tij me pistis, pra besimi. Dhe ato i firmos si igumeni i Ardenicës. Pra 1721 botimi i parë me përmban brenda edhe një ikonë të Shën Merisë Ardhevuses ose Ardenicës, ikona e cila ka një rëndësi shumë e madhe, 1731 ikona, sepse mban një mbishkrim në 4 gjuhë. Në gjuhën greke, në gjuhën latine, por e përmban një kohësisht në gjuhën shqipe dhe në gjuhën vlehe. Është monumenti i parë i shkrimit të gjuhës vleke që na është ruajtur deri më sot. Dhe një nga monumentet më të hershme të shkrimit të gjuhës shqipe. Bishkrimi lexon onën e Perëndis Europë për ne fajtore. Është diçka e thjeshtë. Pra, këtu kemi një dëshmi, vetë ikona e Shën Maria Ardhevusës, ashtu siç më vonë riprodhohej dhe i jepej si bekim pelerinëve që e vizitojnë monastirin, dhe dëshmin e Nektar Terpos. Dëshmi e dytë, kemi disa kandile vajsh të cilat varen sot në ikonostas, të cilat mbartin datën 1725. Pra plot, pothuajse 15 deri me 20 vjet para rindërtimit të monastirit. Pra kemi plot dëshmi të këtilla, kemi dorëshkrime, kemi
και tregojnë se monastiri është më i vjetër se sa rindertimi i tij. Ajo që për mua është shumë preselene se dhe e lidh monastirin edhe me mesazhet e Nektar Terpos në librin e tij Besimi, pra mesazhin e martirizimit dhe vuajtjes dhe njëkohësisht e ngjalljes dhe triumfit. Të gjithë këto pasqyrohen në programin zbukurimor të kishës. Këtu, në këtë vend, të thënë kështu aktualisht, ndodhemi në Arkhondariqin e monastirit. Arkhondariqi ka qenë dhoma e pritjes së arkondeve, prandaj quhet Arkhondariq, dhe ka qenë traditë ortodokse, vazhdon të jetë tradita ortodokse, që me vizitorët, sidomos me pelegrinë të cilët vinë me këmbë, duke qenë se ishin të lodhur, ishin të raskapitur nga rruga, i priste një murgë këtu në Arkhondariq dhe i ofronte 3 elementet të cilët janë të domosdoshme për rikuperimin nga lodhje. I ofronte lokum, sepse lokumi përmban sheqer dhe sheqeri i rigeneron fuqit. I ofronte raki, dhe rakia sepse alkooli ndalon djersitjen, dhe i ofronte dhe ujë për rikuperimin të thënë kështu e sasisë e ujit. Nuk e dini nëse ishte në këtë vend, se Zoti Kristaqi ka një kujtim shumë të bukur nga historia moderne. Në vitet 60 u internua këtu një nga peshkopet e fundit të kishës ortodokse, Irine Banushi. Dhe janë pak njerëzit të cilët e mbajnë persengjali dhe kemi nderin sot, kemi kënaqësinë që të kemi Zotin Kristaqi i cili e mban mend që nga vegjelia e tij. Është kënaqësi për mua që të ndodhem sot me profesorin e nderuar të kulturës bizantine dhe që të mori përsipër hapësira njohëse për këtë manastir që ka qenë pika kyçe e gjithë Myzeqes. Është quajtur kalaja e Myzeqes për shkak të lartësisë mbi nivelin e detit, kodra më e bukur. Po ta flas në gjuhën në popullore, ne e thoshim, do të shkojmë tek mali i Ardenicës. Kjo është kodër nga ana fiziko-geografike, por që me qenë se këtu nuk ka pika të larta, është zonë fushore, kjo është pika. Dhe ishte pika më e bukur turistike që kishte gjithë zona e Myzeqes. Unë isha nxënës në shkollën 8 vjeçare, ne kishim pikë të ekskursioneve mësimore që bëshin shkollat në këtë periudhë. Mësuesët na sillnin këtu. Në këtë periudhë, mbase mosha nuk kishim hapësira njohëse për historikun e kësaj, edhe pak flitej në sferën e këtij manastiri, por shihim vetëm pozicionin e bukur natyrën që kishte kjo zonë këtu. Këtu në këtë manastir ka shërbyer dhe Irine Banushi. Unë e kam njohur vetë në atë periudhë, si të vegjël që ishim na përkëdhelte kokën, sa po futeshim në oborrin e këtij manastiri, mundohet na buzëqeshte ëmbël, na mbante afër. Kishim dhe mësuesët që na drejtonin, por që ishin të interesuar dhe e pyesnin si ke mbetur ti në shërbes i vetëm në këtë manastir. Ai me dashamirësi thoshte që unë punoj në emër të Zotit në këtë shtëpi të Zotit dhe shërbej pavarësisht situatës të vështirë që ishte në atë kohë. Do të flasim realisht sepse në vitet para 1968-s feja sulmohej vazhdimisht nga ideologjia e Partisë Komuniste të asaj kohe. Do më thënë deri në vitin 1967 sa arriti pikën kulminante që nuk kam lexuar në asnjë vend të vendeve të Evropës, qofshin të lindjes, qofshin të perëndimit, që të
goditej me një forcë kaq të madhe feja, ajo që populli në historinë e jetës së tij e kishte shtëpinë e Zotit. Kështu që këtu u shkatërrua në këtë periudhë dhe desha të thosha po për Irineun që na fliste gjëre gjatë për këtë manastir, fliste për një bibliotekë kaq të pasur që ka patur ky manastir, që origjina e shkatërrimit e djegjes ishte e qëllimshme apo që nga pushtimi apo që nga forma nga më të ndryshme që nuk mund kishim një të dhënë saktë për këtë, por që dinim që kjo bibliotekë ka qenë ndër më të pasurat në vendin tonë. Mbas edhe në Ballkan, për kaq shumë libra që kishte dhe që i shërbenin këtij manastiri. Ishte një vend për të cilën gjyshi më tregonte që këtu vinin edhe njerëz të cilët vuanin nga smundje të ndryshme dhe ku gjenin shërim, vinin edhe jo vetëm si për të falur dhe për të ndezur një qeri në këtë kish, por zhvilloheshin edhe panajire. Panajiret në kryesisht në ditën e Shëmërisë, që këtu organizoheshin fest shumë e madhe. Amen.